specifika më dalluese që i ka dhënë Zoti njeriut, e ka bërë me krijimin e tij. E ka bërë pjesë të përjetësisë. Dhe specifika dhe statusi tjetër ta ka lënë ty ta zgjedhësh atë. Dhe në qoftë se ti tregon gatishmëri të zgjedhësh pozitivisht, ai të përgjigjet qoftë edhe kur e kujton ty të kujton. Qoftë edhe kur drejtohesh ai nxiton drejteje. Pra, statusin ne a e shohim veten si të privilegjuar me këtë fe apo si të ngarkuar me këtë me këtë fe. Kam përshtypjen që ndoshta kjo është e nevojshme me kuptu. A vërtet ne besojmë se Zoti na do lart, ose më saktë, ku del në paqe, Zoti është mburr me krijimin ton, saqë bile thuhet në një hadith kutsi, dhe unë nuk do kisha qejf shumë të kthehemi te këto, që thuhet sikur Zoti thotë isha i padukshëm të desha me krijimin e njeriu, desha të shfaqem. Po pse? Sepse janë këto sifate dhe cilësi të Zotit që kanë të bëjnë me vlerat, me moralin, të cilën nuk i mbartin krijesat tjera dhe Zoti nëpërmjet njeriu deshi t'i shfaqte ato.